Mirë se erdhët në kryeqytetin, ku çdo projekt i madh fillon me një konferencë për shtyp. Në fakt do të jemi 2 shkolla të reja Dhe përfundon me një tabelë informuese të zbehur nga dielli. Sot do ju tregojmë 2 porralla me Bashkinë e Qytetit që na kanë bërë të ndërrojmë prej vitesh pyllin orbital dhe kofshin zoologjik të rinovuar. I pari duhet të ishte një unas i gjelbër që do të rrethonte qytetin, por shumë shpejt kuptuam se nuk mjafton një unas dhe mbollëm pemë aty ku nuk ngrinim dot pallat. Nga ana tjetër, kopsi zoologjik na tregon që s'ke çdo luanin kur ke hiena që udhëheqin xhunglën e betonit të quajtur Tiranë. Dhe sigur të mos mjaftonin gjithë këto fluska tenderash, zgjedhjen e pas kemi patur më pranë se sa një lojë fëmijërie. Sa 2, po sa? 1. Le t'i bashkojmë këto projekte, kështu qytetarët nuk do ecin rrugëve të çoroditur duke pyetur veten, "Ore, ku ndodhet ky pylli orbital?", i cili tashmë ban statusin e një legjende urbane që jeton në imagjinatën tonë. Pylli zoologjik orbital do të ishte një simbol perfekt i zhvillimit urban të Tiranës, një hapësirë që premton gjelbërim, por ofron poster, një kopull zoologjik ku ka shleti, ka në pak liri se sa qend enda saktë të qytetit. Just smile and wave, boys. Smile and wave. Dhe një projekt që si vetë premtimet e bashkisë mund të bjetojnë për dekada pa u zbatuar plotësisht.